Ndërkohë të nderuar shikues, ne do të flasim vetëm pas pak në studio me zëvendësministren e jashtme Liza Gashin, një herësh deputete e re e Kuvendit të Republikës Kosovës. Kuvendi dal nga zgjedhjet e 9 shkurtit, por që ende nuk është konstituar, ashtu si që përmendëm edhe më herët, sot ka qenë tentativa e 37 për konstituim të Kuvendit të Kosovës. Me zonjën Gashi do të flasim edhe për situatën aktuale politike në vend, por edhe për informacionet e fundi që vinë nga territori i Izraelit, ku, si që ju tham, Ministria e Jashtme dhe Diasporës ka njoftuar se është në proces të evakuimit të gjithë qytetarëve të Kosovës, të cilët aktualisht ndodhen në Izrael. Deri tani pra 13 prej tyre janë evakuar, ndërkohë që në proces të evakuimit është edhe një qytetar tjetër i cili për momentin, sipas informacioneve të ministrisë, gjendet në Egjipt, e ndërkohë që ka informacione se edhe një grua tjetër, e cila ka qenë duke u trajtuar në një spital atje, fatmirësisht në kohën kur ka ndodhur një sulm, nuk ka qëlluar në fakt brenda objektit spitalor, andaj gjendja e saj shëndetësore është e mirë. Për këto dhe aktualitetin politik do të flasim tani në studio me zonjën Gashi. Zonja Gashi, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se gjeta, ju falenderoj shumë për ftesën. Ju falenderoj që jeni sot me ne. E bëra një përmbledhje, pra keni quar njoftimet e fundit sa i takon evakuimit kosovarëve të cilët janë në Izrael. Si është situata aktualisht me gjithë ata të cilët janë ende atje dhe me sa e kuptuam 13 qytetarë deri më tani janë evakuar apo jo? Po ashtu si që përmendet ju, Ministria e Punëve të Jashtme edhe Diasporës në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës Kosovës në Izrael, që nga ditët e para për shkallëzimit situatës në lindjen e mesme respektivisht në Izrael, ka njoftuar qytetarët e Republikës Kosovës për të qenë kujdesshëm dhe për të respektuar rregullat e vendit të pritës karshi situatës, por në një të kohë ka marrë masat për evakuimin e qytetarëve të Republikës Kosovës që dëshirojnë të kthehen në vendlinje. Lënd teksohet që në Izrael, në bazë të statistikave që ka Ambasada e Republikës Kosovës në Izrael, janë rreth 40 qytetarë të Republikës Kosovës që jetojnë atje. Pjesa dërmuese e tyre tani më vetëm janë evakuar, edhe aktualisht që po flasim në Republikën e Izraelit ndodhen 13 qytetarë të Republikës Kosovës që nuk kanë shfaqur dëshirë të rikthehen në Kosovë. Nga 13 e tyre, 6 prej tyre janë pjesëtarë të Kombeve të Bashkuara, punonjës në shtetin e Izraelit. Si staf ndërkombëtar. Mirë, po shfrytëzoj rastin që ju bëj thirrje gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës që aktualisht mund gjenden në Izrael, të jenë kontakte me Ambasadën e Republikës Kosovës në Izrael në mënyrë që në rast se dëshirojnë të rikthehen në vendlinje të koordinohemi për evakuimin e tyre. Po ashtu këtu duhet të theksoj që ambasada jonë në Izrael, në bashkëpunim me ambasadën e Shqipërisë, ambasadën e Greqisë, Bullgarisë, po edhe Egjiptit, ka bë asistimin të dishat ju për se cilat shtete kanë dalë në ndihmë për këtë evakuim. Përmes Jordanisë dhe Egjiptit, po është shumë e rëndësishme me theksu se po ashtu këto dy shtete respektive kanë regjim të vizave, kështu që në këtë drejtim kanë qenë një koordinim shumë i mirë në mes ambasadës tonë dhe misioneve tjera respektive në mënyrë që gjithë qytetarët të rikthehen. Pjesa dërmuese e qytetarëve vetë se janë rikthyer në Kosovë, kështu që ngelet ne po ndjekim me shumë vëmendje zhvillimet në lindjen e mesme dhe jemi në dispozicion të gjithë qytetarëve tonë që jetojnë jashtë vendit. E keni përmendur në komunikat edhe një rast të një gruaje e cile ka qenë duke u trajtuar në një spital Soroka në njërin prej qyteteve izraelite, ndërkohë që fatmirësisht ka qelluar aty gjatë kohës kur ka ndodhur sulmi pikërisht në atë vend. Po, fatmirësisht një qytetare jona e cila ka ndodhur në këtë spital në kohën e sulmit nuk ka qenë në spital. Mirë, po ambasada jonë është në kontakt të rregull me familjen, është një familje 4 anëtashe, e cila po qëndron në Izrael për shkak të situatës tyre dhe pjesës hospitalizimit, prandaj ambasada jonë është në kontakt të rregull dhe për çdo risi do t'ju mbajmë të informuar. Dhe tani që është arrit një armpushim, a vlejnë mesazhet e njëjta të Ministrisë Kosovës sa i takon qytetarëve tanë, apo besoni se ndoshta situata është pak më e lehtësuar? Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje qytetarëve të Republikës Kosovës që gjenden në Izrael të jenë në vende të sigurta, të strehohen dhe të përcjellin udhëzimet sipas situatës. Situata tani varion nga ora në orë, nga dita në ditë, kështu që është e pamundur të ndryshojmë qëndrimet tona përderisa situata është në formën që është. Mirë, zonja Gashi, të kthehemi tek aktualiteti jon politik, duke nisur për këto që po flasim ju, në fakt jeni edhe aktualisht zëvendësministre në detyrë e Ministrisë Jashtme dhe Diasporës Kosovës, në anën tjetër janë edhe deputete tani e zgjedhur e Kuvendit Kosovës. Për këtë formë realisht ka pasur kritika vazhdueshme nga opozita e deri tashme.
për shkak të mbajtjes së dy pozicioneve, që nuk është vetëm rasti juaj, por ka dhe rastet të kryeministrit në detyrë dhe të ministrave të tjerë. Qeveria aktuale është në detyrë, sipas nenit 31 të ligjit për qeverinë. Në këtë rast ne kemi kompetencat kufizuar, po puna vazhdon. Në rasti specifik me qytetarët tanë që jetojnë në Izrael, nuk kërkon të pyesësh a jenë detyrë apo je zëvendësministër me mandat plot. Ne kemi për obligim të asistojmë qytetarët e Republikës Kosovës që ndodhen jashtë vendit, pa të edhe vazhdojmë të kryejmë punën tona me kompetencat cilat na delegohen. Kështu që në këtë drejtim kompetencat janë të kufizuar, mirë po puna vazhdon, ne nuk ndalemi sepse çdo dikasteri respektiv i institucioneve tona është duke për punën që i takon në fushat e tyre. Po, por në njëjtën kohë, sa e konsideroni ju ndoshta kushtetuese, por edhe logjike që t'jeni edhe në ekzekutiv edhe në legislativ, se kritikat kanë qenë për shkak të kësaj. Situata është si është shumë e rëndësishme ta theksojmë për gjithë ata që na përcjellin se nuk ka një shpjegim racional për sjelljen e opozitës në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ka qenë një blokadë tanë që ja bëjnë shumë thjesht konstituimit të Kuvendit të Republikës. Në këtë rast opozita po e pengon konstituimin e Kuvendit të Republikës, kështu që si rezultat i pengesës vazhdueshme të opozitës, qeveria në detyrë po e vazhdon mandatin. Kështu që në këtë drejtim fajin ja përcjellim po opozitës së Republikës Kosovës, e cila edhe sot në tentativën e 29 për të krijuar një komision për votim të fshehtë, po refuzon të jetë pjesë e procesit. Por pse zonja Agashi po ja hedh një fajin opozitës, kur vetë vendosja ka dalë subjekti i parë dhe pozita e kryeparlamentarit i takon subjektit të parë dhe rrjedhimisht i takon ta krijojë shumicën parlamentare për ta zgjedhur kandidatin që e propozon. Pse ka faj opozita deri tashme këtu? Ju e thatë shumë mirë, është e vërtetë që lëvizja vetë vendose ka dalë partia fituese këtyre zgjedhjeve me mbi 42% e popullit të Kosovës, ja ka basu mandatin lëvizjes vetë vendose. Kështu që në këtë drejtim i takon fituesit të zgjedhjeve që të propozojë një kandidat për kryetar të kuvendit dhe në këtë mënyrë të vazhdojnë tutje të themelojnë Kuvendin e Republikës Kosovës. Por edhe të siguroj votat për kandidatin e tij. Po, më duhet të theksoj që në rastin ton specifik si Republikë e Kosovës, për konstituimin e kryesisë së kuvendit duhet një dakordim për gjitha palëve. Domethënë kemi të bëjmë me një kryesi e cila ka 5 anëtar. Kështu që në këtë drejtim është shumë evidente që ne si lëvizje vetëvendosje kemi kërkuar, fillimisht kemi bë ftesë partive opozitare për një diskutim rreth situatës aktuale në vend. E dyta, kemi shku një haptutje, kemi ofru partisë Lidhjes Demokratike të Kosovës një marrëveshje politike për të kaluar këtë situatë, dhe kemi kryer gjitha obligimet kushtetuese që i takojnë lëvizjes vetëvendosje në këtë rast subjektit fitues zgjedhjeve për të bashkëtuar tutje. Jona është që të vazhdojmë të jemi pjesë e procesit të themelimit të institucioneve të Republikës Kosovës. Pyetja pse pjesëtarët e opozitës vinë kuvend dhe refuzojnë të jenë pjesë e procesit të konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës, mendoj që i ngelet përgjigja atyne. Unë thash, ne kemi tentuar për herë të 29 këtë herë të krijojmë komisionin, sepse është shumë e rëndësishme të theksojmë pashtu për qytetarët, që ne nuk po votojmë për kandidatën e propozuar nga lëvizja vetëvendosje, e cila është zonja Albulina Haxhiu. Ne aktualisht jemi në procedurë. Për faktin që kemi pas një proces se ka dështuar që të arrijet të tek zonja Haxhiu. Shumë e rëndësishme, ne tani po diskutojmë për procesin, jo për kandidatin. Po, por qëllimi është që të arrijet të kandidatja, sepse vazhdimisht keni thënë që nuk do ta ndryshoni emrin e Albulina Haxhiu. Shikoni, nëse ne fillojmë me këtë logjikën që të ndryshojmë emrin ose që t'i japim mundësi partive opozitare ta zgjedhin kandidatin nga ana e lëvizjes vetëvendosje, atëherë respektivisht ky bën që edhe ne t'ja u zgjedhim aty në nënkryetarët e Kuvendit të Republikës Kosovës. Temën e nënkryetarëve të Kuvendit. Edhe kjo logjika që me pas një, si më thon, përkrahje kolektive në kuadër të numrit, vjen që cila ka qenë nevoja për me pas zgjedhje. Ne jemi fitues. Keni përmend vazhdimisht këtë si edhe si fitues të zgjedhjeve, na takon të propozojmë kandidatin. Po në këtë rast ne nuk jemi duke votuar për kandidatin për kryesues të Kuvendit të Republikës Kosovës. Aktualisht jemi të votuar për procedurën. Po flasim për procesin për të votuar fshet që Albulina Haxhiu mund të zgjidhet kryeparlamentare, që është e njëjta. Që ne besojmë që është një prej formave më demokratike të mundshme për deputetët e Republikës Kosovës. Si janë zgjedhur e popullit. Po, i bie se e njëjta gjë sepse po votoni për themelimin e komisionit
për votim të fshet për të votuar Albulin Haxhiun kryeparlamentare, për të arritur numrin e votave që nuk ka mund të dallim. arrini Ne me votim jemi të aktualisht hapur. duke votu për komision, jo për kryetarët e kuvendit. Prandaj qëllimi është është shumë e i rëndësishme njëjtë. të theksojmë. Edhe arsyeja, ky është hapi i përse parë. arsyeja e komisionit është Formimi i komisionit, mandej lëvizim në hapat e tutje. Shikon, nuk i shkëndash me qenë pengesë për askund, vota e fshet. Gjykimi i gjykatës kushtetuese vitet në 2014 e thekson shumë mirë që jep drejt kuvendit, edhe ku do në botë realisht, nëse metoda me votim të hapur dështon, atëherë ngelet metoda me votim të mbyllur. Nëse partitë opozitare kanë problem me metodën me votim të fshet, atëherë ata kanë frikë pej deputetëve tyne. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme që deputetët e Republikës Kosovës njihen të lirë të votojnë për këndën që ata dëshirojnë të kenë kryetar të kuvendit të Por Republikës zonja Kosovës. Gashi, është pak kontradiktore sepse në të kaluarën kur partitë e tjera, pushtetet e kaluara kanë kontaktuar deputet të partive të tjera, të cilët si grup parlamentar janë deklaruar se janë kundër votimit të azëm të një ex-kandidati, sidomos lëvizjave të vendosje i ka quajtur kontrabandim të deputetëve, manipulim të deputetëve, blerje e votës. Pse tani po konsiderohet si vlerë kjo që ju po e bëni rallir, sepse keni kontaktuar edhe ju deputet të partive të tjera që ja keni kërkuar votën, bazuar në deklarimet e deputetëve të cilët i kemi lexuar në Po media. shumë legjitime, ne jemi fitues të zgjedhjeve dhe jemi në proces për të marrë drejtë formati ku mandatojmë zgjedhjet. Është shumë e rëndësishme që Kuvendi i Republikës Kosovës të konstituohet, është shumë e rëndësishme që afatet ligjore kushtetuese të obligojnë mandatarin për formimin e qeverisë. Kështu që në këtë drejtim, çdo shtyrje e konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës respektivisht ja zgjat mandatin qeverisë në detyrë. Ju pyeta diçka tjetër. Pse përpara është quajtur kontrabandim i votës, keqpërdorim i votës, i vullnetit qytetarëve, blerje e votës, ndërkaq tani po e shitni ose po e quani vlerë demokratike? Unë mendoj që neve në takon të kontaktojmë gjithë deputetët e Republikës Kosovës, të kërkojmë mbështetje për zonjën Haxhiu, sepse besojmë fuqishëm që figura e zonjës Haxhiu është e denjtë për të qenë kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës. Kështu që duke njoft kandidatin cilin kemi, edhe duke njoft fuqinë që kemi marrë si mandatar në zgjedhjet e fundit, mbi 42% të votuesve i kanë dhënë verdiktin me lëvizje vendosje, unë nuk shoh diçka të jashtëligjshme në çe. Por zonja Gashi, votues kësaj radhe nuk i kanë dhënë vetëvendosjes vota të mjaftueshme që ta krijojë e vetme qeverinë, madje as kryeparlamentarin as nuk po mund ta zgjidhë. Nuk kupton kjo që do duhej ndoshta të kishit një marrëveshje për të ecur tutje me këto procese dhe ta krijonit shumicën parlamentare ashtu siç ka ndodhur gjithmonë në fakt në Kosovë. Bllokimi i institucionit të Republikës Kosovës nuk i bën shërbim askujt. Kjo çështje është e dëmshme dhe mbi gjitha nuk ka asnjë logjik. Kështu që në këtë drejtim, ne si fitues zgjedhjeve, që është shumë e rëndësishme të theksojmë që në Evropë, kudo në botë, një parti e cila ka pas pushtetin 4 vjeçar, të marrë një mbështetje të prapë me 42% është e pa precedent. Kështu që në këtë drejtim unë mendoj që votuesi vetëvendosjes edhe qytetarët e Republikës Kosovës i ka dhënë një mandat të jashtëzakonshëm lëvizjeve vendosje për të vazhduar rrugtimin për të krijuar qeverinë Kurti 3. Kështu që në këtë drejtim e jona është pse s'po e krijoni zonja Gashi? Unë thash edhe më herët, unë nuk kam në i përgjigje ose shpjegim racional për çështjen e opozitës. Po pse opozitës? Ju po thoni që qytetarët na kanë dhënë mandatin, qytetarët e kanë vlerësuar lëvizjen vetëvendosje dhe ju po kërkoni që opozita t'ua krijojë institucione. Është paradoksale kjo. Jo, nuk është paradoksale. Opozita po i marr peng institucionet e Republikës. Pse po i marr peng opozita? Shiko, opozita ka të drejtë, sikur se keni pas të drejtë edhe ju të kaluarën, të votoni për, kundër, të abstenoni ose mos votoni fare. Në momentin që ne konstituojmë Kuvendin e Republikës, kemi kryesinë e Kuvendit, atëherë ne mund vazhdojmë tutje me hapin për formimin e qeverisë. Vetë kryetari i Kuvendit dhe kryesia janë dy pika të ndryshme. Pikë 3 është kryetari, pikë 4 është kryesia. Të lutem, po për të kriju kryesinë e Kuvendit të Republikës Kosovës janë gjitha partitë. Po. Kështu që kjo është shumë thjesht, unë ju referova vendimit të gjykatës kushtetuese, që shumë shpesh ndoshta po t'i kalohet, po është evident që janë format për të votuar. Deputetët e Republikës Kosovës obligohen
partit në këtë legjislaturë nënt obligohen që t'japin një përgjigje. Ata mund të votojnë kundër zonjën Haxhiu, po ata s'po votojnë fare. S'po votojnë Ata nuk sepse kanë interesim kanë fare arsyetimin që e kanë t'jenë dërguar prezent në në sallën e kushtetuese Kuvendit të Republikës për ta Kosovës. vlerësuar formën e votimit, ndryshimin e formës së votimit në mes të Shumë rregull, procedurës. atë ne po presim Prandaj po verdiktin e pritet gjykatës kushtetuese. Shumë e kushtetuese. rëndësishme këtu të tekstohet ndoshta se përpos kërkesës që ka parashtru zoja Time Kadria nga AK me disa deputet të LDK-s dhe PDK-s, është shumë e rëndësishme të tekstohet që është edhe një kërkesë që lëvizja vetëvendosje e ka plasu në gjykatën kushtetuese sa i përket votave të diasporës, ka shi Lidhjes Demokratike të Kosovës, që janë dy vendime të cilat po i presim nga gjykata kushtetuese. Në këtë drejtim, presioni po ashtu bie mbi gjykatën kushtetuese. Unë nuk mund të paragjykoj cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, por çka mund të them edhe çka lëvizja vetëvendosje ka thënë vazhdimisht, është që ne do të respektojmë verdiktin e gjykatës kushtetuese. Nëse gjykata kushtetuese në këtë rast thotë që 29 herë që ne kemi tentuar ta krijojmë këtë komision për votim të fshehtë, është jo kushtetues, atëherë ne do të kthehemi mbrapa te votimi i hapur. Mirë po, për të kriju kryesinë e kuvendit duhet bashkëpunim të parlamentar, në këtë drejtim, po ashtu shumë e rëndësishme të kësot, se ne kemi shprehur vullnetin tonë. Kemi ftuar partitë opozitare që të jenë pjesë e tryezës për me kalu ngërçin politik. E po, hapi parë. Hapi dytë, kemi ofruar një marrëveshje politike që jep qartë zgjidhje ngërçit politik. Por në anën tjetër, zonja Gashi, por i referohem atyre që i ka thënë LDK-ja të cilën ju e keni ftuar për një marrëveshje të bashkëqeverisjes. Ju sapo e përmendët edhe tani që në kushtetuese e keni quar rastin e tyre, një farë forme i keni quajtur manipulues të votës së diasporës. Në anën tjetër, menjëherë pas zgjedhjeve vet Kurti ka qenë ai që ka folë para qytetarëve dhe ka deklaruar përveç atyre që i kanë konsideruar fyrje dhe shprehjeve që i ka përdor, ndër të tjera ka thënë se një koalicion tani me ata, duke referuar dhe LDK-s, nuk do zgjaste më shumë se 5 minuta ose 5 orë, më kujtohet se ishte. Atëherë çfarë do me thënie do të kishte një marrëveshje ose një kërkesë e tillë vetëvendosjes karshi Lidhjes Demokratike duke i pasur parasysh këto? Unë nuk e di citatin cilin po i referoni saktësisht, po çka mund të them është që ne kemi shpreh vullnetin e bashkëpunimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Letra ka qenë fizike dhe ka qenë një ofertë ka shi Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës ka refuzu ofertën e lëvizjes vetëvendosje për bashkëqeverisje. Po qysh i bëhet ofertë një partie ku ju po konsideroni që ka keq përdor votat të diasporës? Kjo është demokracia. Ne jemi në procese të ndame. Në pjesën që ne kemi bë një kërkesë karshi gjykatës kushtetuese sepse kemi pasur evidenca të sakta për një keqpërdorim. Ajo mund del atë verdikt e merr gjykata kushtetuese, ne nuk e bëjmë dot këtë pjesë. E jona është që kur shohim diçka që nuk është në rregull, t'ja adresojmë organeve respektive. Kështu që në këtë drejtim, lëvizja vetëvendosje po pret një përgjigje. Unë ta po them që situata aktuale është shumë e dëmshme dhe nuk është në favor të Republikës Kosovës. Prandaj ne vazhdimisht po i bëjmë thirrje deputetëve të opozitës që të japin një përgjigje, pse nuk po votojnë, pse nuk janë të interesuar të informojnë institucionet e vendit. Unë shumë shpesh dëgjoj partia parë duhet ta krejë shumicën parlamentare, nuk është e jonja që ta zgjedhim. Po, në komunikata për media flasim për problemet ndryshme në vend, edhe kërkojnë komision hetimore. Po ju jeni shumë vetëdijshme, edhe gjithë ata që e përcjellin punën e Kuvendit të Republikës Kosovës, që ne nuk mund të krijojmë komisione pa e formu kryesinë e Kuvendit të Republikës Kosovës. Prandaj është parakusht për të filluar puna e cila na pret, ka shumë punë. Mos na dëgjoj që ka kërkuar dikush krijem të komisionit hetimor, deklarata se gjitha këto tema duke përfshirë edhe çështjen e rrymës do diskutohen në momentin kur krijonin kuvendi i ri. Mirë, po shumë e rëndësishme që për të kërkuar llogaridhënie dhe për të adresuar këto probleme, atëherë të krijojmë Kuvendin e Republikës Kosovës. Pastaj, nëse logjika është kjo është forma më e mirë e sabotimit lëvizjes vetëvendosje, sepse kam frikën që deputetët e tyre nuk janë dakord me mos votimin e zonjës Haxhiu, nuk është problemi i lëvizjes vetëvendosje, ai është problemi i partive opozitare. Logjika që ta bllokojmë këtë hap, sepse në momentin që kalojmë këtë hap,
ne kemi numrat për kriju qeverinë e vendit. Zonja Gashi, e keni thënë vazhdimisht, edhe ju po e thoni tani, edhe gjithë deputetët tjerë të shumë evidente që ne kemi lëvizjes numrat për vendosje. kriju E qysh qeverinë e mujnë me Republikës qenë Kosovës? numrat për votimin e qeverisë, nuk janë votat për votimin e Albulena Haxhiut? Kush po e Janë saboton dy atëherë në mesin e numrave që i keni për Kurtin? Janë Kush dy- po e saboton Haxhiun? Para se dilni tek votat e pjesës tjetër të Janë dy opozitës. procese të ndame. Unë thash edhe më herët që në rast se Megjithatë janë dy kandidatë të një partije të njëjtë që ka dalë para me vota. Nëse vetë vendosje ka propozuar Albulena Haxhiun për kryeparlamentare dhe Albin Kurtin për kryeministër, votat e Kurtit pse nuk përdoren për Haxhiun? Kush po e saboton prej jush ose prej votave që i ka Kurti Haxhiun para se me dalë unë te mendoj që votat e këtë partive pyetje tjera? duhet ja bëni partive opozitare. Pse nuk janë të gatshëm të krijojnë Jo partive kryesinë- opozitare, kryesinë zonja e Gashi, kuvendit juve, të sepse ju Republikës po Kosovës. deklaroni që i keni votat për Kurtin. Pse nuk janë votat për Në Haxhiun? rregull, nëse ata besojnë që ne nuk i kemi votat për qeverinë, atëherë nuk e di pse është pengesa për konstituimin e kuvendit. Është shumë e thjeshtë, në fakt është forma më e mirë, nëse krijojmë kuvendin e Republikës Kosovës, konstituojmë kryesinë e kuvendit, dalim në një afat kushtetues ligjor. Kemi 14 ditë radhazi për të dëshmuar që ne mund ta bëjmë qeverinë e Republikës Kosovës. Të let na A mocin. nuk kupton kjo Shumë zonja thjeshtë. Gashi se mund të jetë qëllimi ose keni planifikuar që dhe qeveria të votohet me votim të fshehur? A mund të përdoret kjo formë edhe për Realisht, votimin e qeverisë? ne që nga dita parë kemi shku për të votu konstituimin e kuvendit dhe për të vazhdu tutje punën, sepse ka shumë punë që na presin. Unë personalisht nuk e kam pa këtë sfidë që del përpara, sepse është, si më thonë, konstituimi i kuvendit të Republikës Kosovës është proces teknik, kur flasim për mandatarin, dihet sakt, nuk ka ndodhur ndonjëherë në historikën e Kosovës kështu në këtë formë që partitë opozitare të kenë problem me një figurë të një partije tjetër, në këtë rast që propozon. Po, nëse ata dojnë, nëse parimisht, ka pas pikërisht dhe vendosjat e lashe, që nuk e ka votuar në atë kohës, është deklaruar që s'do ta votonte. Ka pas. Situata vitit, nëse po i referoni situatës të vitit 2014, është shumë ndryshe me situatën cilën jemi aktualisht. Po tani gjithmonë ka arsyetime që situata është ndryshe. Natyrisht që rrethanat janë tjera vazhdimisht, asnjëherë nuk janë rrethana të njëjta. Nuk pajtohem sepse janë dy procese dhe dy kontekste të ndara. Po, është shumë e rëndësishme të theksojmë që ne jemi vullnet plot që nga dita parë për të konstituuar kuvendin e Republikës. Ky është një hap themeltar për me ndërtu shtëpinë tonë demokracisë. Ajo është vendi ku kuvendi duhet mbaj përgjegjësës ministritë respektive, duhet kërkoj llogari kafshë ministrive të respektive, duhet jetë në detyrë për atë mandat që ju ka afruar qytetari. Për mua ka qenë edhe pa kuptim që në start ka pas probleme, ka pas deputet që nuk e kanë votuar as vetëm fillimisht. Kështu që kjo është hutia e opozitës. Mirë po përbes, unë ende nuk kam marrë me një shpjegim racional pse opozita vendos të sabotoj institucionet e vendit. Ju po e quani sabotazh. Zonja Gashi, nuk po mundëm pa ju ndërhy sepse Cila është forma tjetër? Nëse ata kanë një kundërshtim, ata mund të votojnë kundër. opozitës të votoj ose të mos votoj për një kandidat të cilin e propozon në këtë rast partia e parë Ne që nuk jemi të votojmë jeni ju. kandidatin, në rregull. Si ne të votonim tani kandidatin, do të ishte tjetër muhabet. Por po votoni komisionin, gjë që e përmendëm edhe më herët, që do të çonte rruga drejt votimit, pastaj me votim të fshehtë të Albulena Haxhiut. Ata kanë deklaruar që nuk është kandidate e preferuar e Jonja, që ne do ta votonim, kanë dhënë alternativa të tjera me emra të tjerë, nëse vetëvendosja dëshiron votat e tyre, do të mund ta ndrojë emrin e Albulena Haxhiut. Krejt në rregull. Gjë që nuk e keni bërë deri tani. Unë po du me ju tregu se ne po flasim për votimin e komisionit. Nuk është për votim kandidatit. Ata mund tojnë, po jo kundër. Por këtë po e konsiderojnë shkelje kushtetuese, prandaj e kanë dërguar në gjykatë si vlerësim sepse është ndryshimi i procesit të votimit në procedurë. Po presim verdiktin e gjykatës kushtetuese për të pa nëse kjo ku ka zgjidhja përfundimtare, për të pa si procedojmë tutje. Mirë, drejt del vendimi i gjykatës një çështje natyrisht që lidhet me këtë, kur po flasim vazhdimisht për numrin e votave që duhen për votimin e kryeparlamentarit, kemi dëgjuar Fatmir Limajin e nisma socialdemokrate që një farë forme u kriju përshtypja në bazë të deklaratave se ai do të jetë kandidat i nismas, i vetëvendosjes për kryeparlamentar, gjë që nuk ndodhi dhe tutje Limaj nuk po e voton as formimin e komisionit, për as Albulena Haxhiun
në tentativat e para pas thirrjes së seancës konstituive. Pse ka ndodhur ky ndryshim, zonja Gashi, dhe a mund të thuhet se vetëvendosje po dëshiron që të gjitha pozitat t'i mbajë për vete dhe të mos e ndaj pushtetin me askënd, prandaj nuk po arrin ta krijojë shumicën parlamentare dhe nuk po arrin të krijojë marrëveshje politike me askënd. Nuk ka ndodhur ndryshim, sepse nuk ka pas vendim. Sikur të kishte vendim, mund ta quajmë ndryshim. Po nuk ka pas një vendim për ta quajtur ndryshim. Prandaj kandidati i vetëm i lëvizjes vetëvendosje ka qenë zonja Albulina Haxhiu, e cila ka marrë mbi 125.000 vota, është gruaja më e votuar në Republikën e Kosovës, është ministre dëshmuar, është aktiviste dëshmuar e lëvizjes vetëvendosje, është një prej emrave më emblematik të lëvizjes vetëvendosje. Kështu që në këtë drejtim lëvizja vetëvendosje, momentin që ka pas mundësinë të propozoj kandidatin, ka propozuar zonjën Haxhiu. Unë nuk mund të spekuloj se çfarë mendojnë partitë opozitare, se grupacione të cilat kanë marrë 2, 3, 5% të votës popullit. Ata mund të kenë kërkesat e tyre, mirë po realisht nuk mund të them që ka pas një ndryshim, sepse asnjëherë nuk ka pas një vendim. Ne që nga dita parë kemi shkuar në Kuvendin e Republikës Kosovës, të votojmë institucionet e Republikës, të ndërtojmë ura bashkëpunimi, sepse në këtë demokraci parlamentare, me dojë mos, ky është hapi parë, por ne kemi punë të jashtëzakonshme në çdo komision, edhe punë ndër me gjithë deputet, pa marrë parasysh garën cilën ata janë vendos në aspektin partijak. Po kur flasim për konstitutimin e kuvendit, ju takon gjitha partive. Dhe unë them, ne kemi ofruar edhe opsionin që të votojmë blanko, sepse për një kohë caktuar është menduar që shiko, nëse ne jo votojmë juve kandidatën për kryetaret të kuvendit, ju pastaj do të keni dilema dhe nuk do të votoni nën kryetarët. Ti votojmë në paketë, edhe nën kryetarët që partitë opozitare i propozojnë. Por edhe kjo do të ishte jashtë procedurës pastaj, sepse është pikë tjetër rendi ditës. Për këtë arsye, votojmë komisionin si hapi parë, edhe pastaj procedojmë tutje me kandidat. Zonja Gashi, nëse partitë opozitare fillojnë dhe gjejnë arsye pse aja jo bëja, atëherë i bën që nëse ti je fituesi i zgjedhjeve, që duhet t'ja lësh opozitës vendos për fituesin e zgjedhjeve. Po jo të vendos, po ju vetë po i kërkoni votat e tyne, sepse nuk po mund, ju keni dalë partia e parë, por nuk keni votat të mjaftueshme, nuk e keni 50% votave. Prandaj keni nevojë, siç duket, në bazë të rrethanave atyre që i shohim, keni nevojë për votën e deputetëve të opozitës. Po them, nëse jo po kërkesa e opozitës është e bardha nxezën. Nuk është e bardha nxezën, nuk mund të kërkosh që të ndryshosh kandidatin. Sepse i bjen që ti e shkel parimin. Por a mund të kërkosh votat e tyre blanko? Vetëm voto mua sepse unë e du këtë kandidat dhe ti me patjetër votoje kandidatin tim. A mund të kërkohet kjo blanko? Unë mendoj që opozita nuk e sheh këtë pjesë. Opozita sheh bllokimin e institucionit si formë për të parandaluar formimin e qeverisë kurtit. Pse duhet të ishte kjo arsyeja e opozitës së opozita deri tashme? Nuk i ka votat. Ta zom që ne po shkojmë tutje edhe po e formojmë qeverinë e Republikës Kosovës, ose po dalim një hap tutje. Atë po e provojmë. Nëse ne nuk i pasë kemi 61 vota, opozita merr mundësinë. Presidenti i vendit jep mundësinë sigurisht. I takon asaj, nuk mund të flet për presidentin e vendit, po rrjedhimisht i takon presidentës që të ofron mundësinë të dytit për të krijuar këtë ambient. Nëse opozita, po zombi pas ka numrat, është interesi tyne për me themelu kryesinë e kuvendit. Jo, opozita është deklaruar disa herë që nuk janë numrat. Ka qenë vetë lideri i Lidhjes Demokratike që ka deklaruar se as opozita pjesë e deri tashme nuk i ka numrat e nevojshëm. Në demokraci nuk mund të thuash vetëm jo. Në këtë rast, opozita ka mundësinë të kundërshtojë. Po nuk mundet me thonë që shikon ne nuk Lidhja Demokratike e Kosovës madje ka shkuar një hap tutje, u ka thënë që nuk e votojmë asnjë kandidat të lëvizjes për vendosje. Po ne jemi fituesit e zgjedhjeve. Ata duhet shumë thjesht të kthjellën, sepse... Por jeni fitues me votën e qytetarëve, jo të deputetëve të Lidhjes Demokratike. Prandaj, ata i përfaqësojnë qytetarët e vetë, ju i përfaqësoni qytetarët e juaj në Kuvendin e Kosovës. Edhe si parti e parë, ju takon pozita e kryeparlamentarit në bazë të vendimit ose aktgjykimit gjykatës kushtetuese, por në njëjtën kohë ju takon të bëni edhe vota, ta krijoni shumicën parlamentare, nëse doni të ecni tutje me Albulina Haxhiun si kryeparlamentare. Unë pajtohem me ju që neve na takon të propozojmë kryetarin e kuvendit, edhe të ecim tutje. Por pse s'po pajtoheni ka dallim shumë të madh me diskursin publik ose me atë që dihet se ju takon edhe ti bëni votat për Albulina Haxhiun? Shiko, fryma kushtetuese është e tillë që
krijon, në rastin e kryetarit të kuvendit, e kërkon këtë lloj bashkëpunimi. Vjen koha te në qeveri ti mund të mandesh të diktosh kërkesat tua si parti më e vogël, e mesme ose e madhe, opozitare që potencialisht mundesh me u bashku në formacionin e qeverisë. Po s'është që keni ofru dorën zemër, zonja Gashi, ndonjëherë bashkëpunimin për zgjedhjen e ndonjërit për kryeparlamentarëve që s'ka qenë i partisë juaj të kaluarën? Unë nuk e kuptoj nëse kërkesat tona të vazhdueshme edhe oferta jone e vazhdueshme që ka qenë karshi LDK-s për një bashkëpunim, tani ne nuk mund zgjedhim çdo parti. I takon edhe partisë tonë të vendosim se me kënd dojmë të vazhdojmë tutje rrugtimin politik. Atë pse si takon LDK-s të vendos të mos vi me juve, për shembull, me që juve ju takon, që të vendosni cilën taftoni, pse s'duhet i takoj partive tjera t'ju refuzojnë? Në rregull, po nuk mund të thotë LDK-ja që lëvizja vendosje nuk e ka ofruar një alternativë politike. Kjo është në rregull. LDK-ja mundet ta thotë atë, po fakti është që lëvizja vendosje i ka ofruar një marrëveshje politike. Nëse po them që hapi parë kanë qenë numrat dhe LDK-ja ka refuzu. Dakor, i kemi ofruar një konsultim politik LDK-s për situatën aktuale, ç'është mundemi me dalë për kësaj situate. LDK-ja nuk është që ka dhënë një dritë gjelbërt karshi lëvizjes sute. Hapi dytë ka qenë propozim një marrëveshje politike e cila ka qenë publike. LDK-ja ka refuzu përbes unë nuk më duket në rregull që na të kthehemi në mbrapa. Në anën tjetër e ka dhënë një alternativë të vetën, i kishte tani edhe 15 pika që i publikuan për një qeveri kalimtare deri në zgjedhjen në kohën kur afrohet mandati i presidentës, për një qeveri tranzitore me gjitha subjektet politike për të tejkaluar këtë ngërçin institucional. Po gjithë respektim, po nuk mund të kemi qeveri tranzitore në vitin 2025. Po flasim 25 vjet mas luftës, 26 respektivisht mas luftës. Një qeveri tranzitore kishme qenë ideale në kohën e UNMIK-ut, në fillimet e para. Po jo për shtetë ndërtim. Qeveria janë tranzitore vetëm në kohë të UNMIK-ut, ka qeveri tranzitore dhe në shtete shumë të zhvilluara. Po nuk mund të kesh qeveri tranzitore përderisa keni një fitues i cili është evident, i cili ka 42%. Por që s'po arrin të bëj vota, zonja Gashi. Po ne prapëtojmë që opozita duhet jap përgjigje pse po e bllokon kuvendin e Republikës Kosovës. Mirë, se vetëm po sillemi në vend numërimin me këtë që opozita po e blokon. Pyetja që duhet bëjmë është pse partitë opozitare të Republikës Kosovës refuzojnë kategorikisht të jenë pjesë e themelimit të kuvendit të Republikës Kosovës. Është pyetje shumë e rëndësishme që qytetarët e Republikës Kosovës me i pas argumentimin pse nuk mund të thuash Albulena Haxhiu. Jo. Duhet të jepësh një përgjigje deklarativisht po e kundërshtojnë emrin Albulena Haxhiut. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i ka përmendur disa emra që do t'i votante, që realisht po nuk i takon Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës të propozoj kandidat televizës vendosje. Ata nuk janë deputet Aleancës, janë deputet televizës vendosje. Por me që ju po keni nevojë për votat e tyre, atëra do duhet të merreshin parasysh edhe propozimet e deputetëve të partive tjera, gjithmonë duke pasur parasysh nevojën e vetëvendosjes për votat e tyre. Sepse po të mos ishte nevoja, do t'ishte sikur herën e kaluar. Po kishit pasur nevojë fare ta diskutonim këtë çështje. Pikërisht nuk mendoj që duhet edhe me diskutu faktin që institucionet nuk janë pronë askujt, asnjë partie. Institucionet krijohen me mandat të qytetarit të Republikës Kosovës. Në këtë rast, çdo deputet i Republikës Kosovës duhet të respektojë kushtetutën e vendit vet dhe gjykimet që janë në fuqi. Kjo është i takon deputetëve të Republikës Kosovës të votojnë për kundër ose të abstenojnë. Mirë po, është shumë e rëndësishme, pra po them, që ne jemi ende të procedura. Në momentin që përfundon procedura, atë lëvizim tutje. Ne po presim edhe vendimin e gjykatës kushtetuese, me sa kuptojmë ka kaluar mbi 6 javë. Që do duhej shumë shpejt të dilte realisht. Edhe pra po them, ne si lëvizjeve vendosje kemi qenë shumë të qartë në rast se gjykata kushtetuese e ofron një verdikt, ne do t'i bindim atij verdikti, gjykatës kushtetuese. Nëse vjen verdikti që pa e paragjykuar, sepse asnjëri se dim se çfarë vendimi do të sjellë gjykata kushtetuese, por në rast se vendimi vjen se procedura është e jashtëligjshme dhe ju ktheheni me votim të hapur siç thatë, prap nuk janë votat e mjaftueshme, çfarë
do të Nuk e ndodhë di tutje? nuk mund të them çka do të ndodh pas nesër. Pra ka plan B, mund sepse them- do duhet të mund të dihet pastaj tregoj se ke nëse çka do shton mundem- komplet ky po. proces, a do të shkohet në takime për shpallje zgjedhjeve të reja, po çka do të ndodhë? Çka mund t'ju them unë me vullnet e anës së lëvizjeve vendosje është që ne të respektojmë verdiktin e gjykatës kushtetuese, pa marrë parasysh a është për ose kundër votimit fshet. Në rast se gjykata kushtetuese thotë që votimi fshet nuk është alternativë, atëherë kthehemi mbrapa te votimi i hapur. Ne do të shterojmë çdo formë ligjore që kemi në dispozicion në mënyrë që të krijojmë institucionet e vendit. Për neve është shumë e rëndësishme, sa të një etike, që Kuvendi i Republikës Kosovës të konstituohet edhe që të fillon afati për formimin e qeverisë. Edhe në këtë rast, vazhdimisht, ftesa është e hapur që deputetët e partive opozitare të reflektojnë edhe të jenë pjesë e themelimit të institucionit demokracisë. Unë sot pash edhe një protestë shoqërisë civile, që kanë qenë të zëshëm, që po nuk mjafton, duhet të përfundoj ky proces. Flasim për 29 tentativat bllokimit të një komisionit i cili kërkon nominim nga partitë opozitare për një antar që të vazhdojnë tutje procedurat. Zonja Goshi, të falenderoj shumë që keni qenë sot. Ju faleminderit juve për ftesën. Të ndërruar, do të vazhdojmë